Policia e Sarandës ka vijuar me intensitet kontrollet në kuadër të parandalimit të tregtimit të kundralishëm të lëndëve piroteknike, veçanërisht në prag të festave të fundvitit, kur kërkesa për këto produkte rritet ndjeshëm. Gjatë një operacionit të fundit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë kanë sekuestruar 982 fishek zjarre dhe 250 kuti me kapsolla, të cilat ishin të destinuara për tregtim të kundërshtim me ligjin në 2 subjekte tregtare. Në kuadër të këtij operacioni janë proceduar penalisht pronarët e subjekteve shtetasit Leonidas Marini, 26 vjeç dhe mentor Halo, 55 vjeç. Ata do të hetohen në gjendje të lirë, ndërsa materialet procedurale u referuan në prokurorinë e Sarandës për veprime të mëtejshme ligjore. Sipas burimeve zyrtare të policisë, sekuestrimi i lëndëve piroteknike përbën një masë të rëndësishme për garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe parandalimin e incidenteve të mundshme gjatë festimeve. Lëndët e sekuestruara janë vendosur në cilësinë e provës materiale dhe do të mbahen nga autoritetet deri në përfundim të hetimeve. Policia e Sarandës apelon tek qytetarët që të mos blejnë ose përdorin lëndë piroteknike të palishme, pasi kjo mund të sjellë pasoja serioze ligjore dhe rrezik për jetën dhe pronën e njerëzve. Operacione të tilla do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke synuar mbrojtjen e komunitetit dhe zbatimin e ligjit.